Janë pamje live në këto momente të shpërndara nga zyra për shtyp e presidencës, është kryeministri britanik Starmer në pranin e presidentit shqiptar Bajram Begaj, pra ka mbritur në aeroportin e Rinasit vetëm pak më parë, sikur se thamë në 10 e pak minuta, 10:20 e disa minuta ka mbritur Starmer në Shqipëri, ndërkohë për shkak se rrugët janë tërësisht dedikuara për komunitetin politik evropian, mbritja në Tiranë ndodh vetëm për pak minuta, sepse eskortohet edhe nga policia në mënyrë shumë të shpejtë për të mos humbur kohë. Shikojmë pamjet e kësaj vizite shumë të rëndësishme ku presidenti Bajram Begaj është i pari që takohet pra me Keir Starmer, Sir Keir Starmer, kryeministrin britanik. Uroj dhe besoj që kjo vizita forcoj dhe më shumë bashkëpunimin tonë drejt një partneriteti strategjik, thot presidenti. Bajram Begaj është një vizitë e kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar, kjo që e vendos Shqipërinë edhe në qendër të vëmendjes ndërkombëtare akoma dhe më shumë, pra për shkak të rëndësisë nivelit të lartë që ka vetë prania e një kryeministri të Mbretërisë së Bashkuar në vendin tonë. Këto janë pamjet që tregojnë pra mbritjen e të parit zyrtar të lartë të bashkimit të një kreu shteti, sikurse është Britania e Madhe, po ndodh tani edhe takimi i stafeve përkatëse të ardhura nga Mbretëria e Bashkuar, por edhe atyre që punojnë në president, me ministrin e jashtëm Igli Hasani dhe me anëtarë të tjerë të cilët janë pjesë e angazhimit shqiptar, por në pjesën e dytë shikojmë edhe stafet të përkatëse të atyre të cilët ja i prezanton në këto momente, siç do protokolli Starmer dhe delegacionin që e shoqëron kryeministrin britanik, pra gjithmonë në radhë të parë vendoset delegacioni pritës.